kemi besim që ata do ta kryjnë punën e tyre. Por, të jemi të kujdesshëm. Na jemi të përcjell situatën. Dhe në çdo rast që ne hasim që po devijon nga çështja autorizimit të prokurorit, ne kemi mundësinë ligjore, nuk po them që do ta bëjmë, po nuk po them që s'kena me bë. Momentet që ne e vlerësojmë që po devijon nga autorizimet ligjore, ne kemi drejtë me ligj me kërku pej e prokurorit në këtë rasti edhe me zaventësu me një prokuror. Kryetari i zgjedhur aktualisht me këtë rezultat, Faton Peci, ka reaguar. Edhe e vënë dyshim këtë që po ndodh aktualisht në KQZ, nëse mund ta shohim reagimin e tij edhe në ekran. Zoti Ibrahimi thotë që hibridet, prapë ju referohet kështu edhe medjave, edhe juve si Partia Demokratike e Kosovës, por edhe të gjithëve, prapë hibrida. Para 36 minutash, një foto në disponim reagimi i tij, një foto të tillë, teksa Mefail Baqiniosi, një deputet i lëvizjes vendosje po ashtu ka reaguar, reagimi ka pasur edhe nga zyrtar tjerë të lëvizjes vendosje, duke thënë se ndonë se procesi ka shkuar mirë, tash dikush po tenton që ta njollos një gjë të tillë. Do ta marr pushtetin. Unë nga kjo foltore kisha këshilluar zotin Peci që mas pari të pret certifikimin e rezultateve. Nuk është kryetar i komunës pa u certifikuar rezultatet. Pastaj është mirë mi prit edhe trajtimin e disa ankesave ligjore që ne kem drejt me bë. Pastaj është mirë me prit edhe përfundimin e këtij procesi që ka filluar sot, për cilin dyshohet që është deviju vullneti i qytetarëve. Ky nuk mund të thirret në emër të kryetarit të komunës, as në emër të fituesit pa dalë rezultati final, pa u certifikuar për organin e vetëm kompetent që është KQZ-ja. Ky mundet edhe me festu, ky mundet edhe me vallëzu, ky mundet edhe me u thirrë si një pisa buletinit, e që son një pisa buletinit heq. Ky mundet gjithçka me deklaru, edhe me u thirrë këtë pjesën e hibridave, që më tepër e kanë aplikuar këta se sa çdo kusht tjetër, por ajo që është e rëndësishme për neve është që procesi me marr kohë ligjore, me përfundu në përputhjen e ligjit, edhe demokracia mos me u lëndu as nga Faton Peci, as nga asnjë person në qytetin e Mitrovicës. Ne prapë e ritheksojmë. Do ta përdorim çdo met juridik. Qartë. Ndërkohë, Zoti Ibrahimi e kemi theksuar më përpara, të gjitha exit poll, gjitha sondazhet që janë bërë për Mitrovicën kanë dështuar pak a shumë. A mund të ndërlidhet kjo edhe me çështje potenciale të manipulimit? Sigurisht që ose çfarë ndodhi, si është e mundur që ose veç nëse gënjel Mitrovicasit, se është e pamundur, dhe me thonë, gjitha të sondazhe, gjitha të exit polle, gjitha të hulumtime, gjitha të dalin ndryshe nga ajo që u prezantua. Mund të jetë njëra që mund t'ja ustajmë për pak, por jo gjitha. Ne vlerësojmë që Mitrovicat jo që nuk gënjen, po janë popull shumë besnik. Por pikërisht prandaj, gënjen e po ta fjalën kur i kanë plotësuar pyetësorët, në këtë e kam fjalën. Qartë, e kom parasysh. Mitrovicas jo vetëm që janë besnik, po janë edhe njerëz me vetdije të lartë, qytetare, edhe të mendimit kritik. Sakt e din ata kush ka punuar mirë Mitrovic edhe çfarë ndodhi pra? Pse dolën përgjigjet? Në këtë drejtim jam të dhënë përgjigjen. Tash, gjitha predispozitat sipas vlerësimit ton çojnë që sondazhet nuk kanë qenë shumë të gabueshme, por që ne dyshojmë duke u bazuar prap në këto që i prezantuam më herët, që ka pas devim të vullnetit të qytetarëve. Dhe Arjan Tahiri do të ishte fitues, ashtu siç e nxorën edhe exit pollet, thoni ju. Po sigurisht që ne besojmë, edhe jo vetëm që besojmë, po jemi bindur që Arjan Tahiri ka pas edhe programe më të mirë, edhe është figurë shumë më kredibile dhe më kualitative, edhe që kishte bërë më shumë derë Mitrovicë se sa secili kandidat tjetër. Pra i bindur se exit pollet ishin pak a shumë të sakta. Ne vlerësojmë që exit pollet kanë qenë shumë të paraafërta, por që ky shkoçitja, kjo shkputja mund të jetë shkak i këtyre defekteve që sot janë evidentuar në qendrën e numërimit. Por exit pollet kishin ndërtuar edhe në raund të parë, në këtë kuptim. Pra ishte dalë Arjan Tahiri fitues, nuk ndodhi kështu. A ka pas dyshime edhe për kësaj përdorimi manipulime të tilla edhe në raund parë? Jo, në raundin e parë ne kemi qenë me rezultate shumë të paraafërta. Diferencën e kanë krijuar vetëm votat e diasporës. Pra nuk kishte manipulime edhe pretendime e dyshime të tilla në raund parë. Nuk mund të themi që ka pas që nuk na ka ikë diçka nga kjo pjesë, por që në raundin e dytë ishin më të theksuara,
Dhe me qenë se ishte më të theksuara edhe zyrtarët tonë kanë arrit me identifiku si probleme. Pra, nuk e më përjashton e mundësin që mund këtë patur edhe në raund parë manipulime në gjashme? Në asë një rast, kur kemi të bajmë me lëvizjen vetëvendosje, nuk mund me pas siguri që zbatohet ligji. Emi këtë në fund, me qenë se përmende the, zoti Peci mund të festoj. Si e keni parë festimin e ti dhe të Albin Kurtit në brëm me ato gomat që i sillnin o në kokë, o në trup, o në përtokë? Realisht, ne kemi qenë fëmi gjithë. Edhe kryesisht veprimet fëmijërore kanë të bëjnë me goma. Na si fëmijë kena lujt me goma. Ose kena lujt me top. Janë veprimet që nuk ndikojnë në imazhin e mirë që ka qyteti Mitrovicës. Ai është dashur me marrë model fitoren e Partisë Demokratike Kosovës vitin 2021, që kanë investuar me dinjitet. është dashur me marrë model Bedri Hamzën, edhe është dashur me marrë model reagimin e kandidatit tonë, që në mënyrë shumë të edukuar, e uron Fatun Pecin, por nuk e ofendon kundër kandidatin. Realisht, kjo është vetë ofendim, nuk e ofendon kandidatin tonë, kjo është vetë ofendim. Është preferuar asaj që është thënë për Arjan Tahirin që është gomë rezervë. Kjo është vetë ofendim, kjo të regon kulturën e tyre politike, dhe kjo të regon nivelin e tyre vetdijes qytetare. Fituesi duhet të jetë shumë më kujdesshëm se humsi. Jo në rasti konkret në një atmosferë shfrenume, kjo është atmosferë shfrenume, edhe çka presin qytetarët, eventualisht, po presupozojmë që do të jetë kryetar, se nuk i dihet procesit final, çka mund të presin qytetarët për kësaj kulture politike, për këtij niveli kulturës politike, që po do me instalu Mitrovicë. Që mas pak të shkon për ftyrë Mitrovicës dhe kjo shtatë kështu. E qartë. Falenderojmë shumë që ishit sonë të bashkë me ne në studion e edicionit special dhe sigurisht sollët të rejat më të fundit.